sot, a do t'a zgjedhit përsëri njëri tjetrën? Gjithmonë. Në çdo jetë kisha zgjedhë Emilin. Pa tjetër. Okej. Po, çka do t'ju thoshit të gjithë njerëzve që ndoshta edhe ju kanë paragjykuar dhe çiftet që po paragjykohen? Këshilla jam i shkon që kur mos mu fokusu të ajo se çka thojnë njerëz. Nëse ju e ndjeni që jeni për njëri tjetrin, mos mi sforcu senet edhe me vazhdu të njoft njëri tjetrin, sidomos me kuptu që është i duhuri gjithmonë e din, nëse ai të ngrit, nëse partneri munot me t'ul, ai nuk është i duhuri. Nëse do t'u duhej që ta përshkruanit njëri tjetrin, çfarë do thoshit? Folte? Me 3 fjallë. E bukur po se po. Mbase ti pare nga karakteri. Karakteri e Emilit është shumë, e ka mirësinë që pak i gjendet të njerëz të tjerë që gjendet kjo. Cila është gjëja e preferuar që e bëni bashkë kur jeni kështu në pushime dhe keni kohë për familjen? O zot, na jena